Si e gjykoni këtë veprim të Vučićit në situatën e tij, duke marrë parasysh situatën e tij të brendshme, apo pamundësinë e tij për të takuar presidentin Trump? Znate što, Srbija Serbia kako nacija golem problem, si kom ka një problem të madh. na nekoj način Ata nuk kanë në godina bas 1991 ëndrojnë dhe kanë fantazma historike se mendimin e Rusisë mund t'i kthejnë pozitat që i kanë humbur me humbjen nga viti 1991 dhe krimin e shteteve të reja dhe humbjen e territorit të sepërkit Kosovës. Ajo është një politikë makabër që ka ndikim shumë të keq, sepse tensionet në planin drejtnik çdo kund ku e prek e zhvillon. Rusia është pas saj, po ashtu. Përvoja ime më flet se mediat ruse në Bullgari tërësisht e mbështesin tensionet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë. Mos zgjidhet kjo çështje. Dhe këto i shkon për shtati pozitave ruse në Bullgari. Pra mbarja hapur e këtyre problemeve është interes ruso-serb në rajon. Për ne ky është shumë problematik, ndoshta për Malezi nuk është kaq. Kosova e ka të qartë situatën, nuk e di në Shqipëria nuk ka ndikim, por të ne në Maqedoni kjo është shumë problematike, sepse kjo vijë shkon me mbështetjen e pjesës slave krishtere dhe i antigonizon shqiptarët dhe e rrezikon balancën. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Pra sulmi është në medje përmes Hungarisë, Serbisë dhe blerja e bizneseve kompanive në Maqedoni. Unë nuk e di se deri ku do shkojë kjo, por këtu duhet të konsolidohemi dhe të përgjigjemi në mënyrë të